Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të premte, datë 13 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin mbi 160 milion euro afera në buxhetja institucionet ku parat e qytetarëve bëhen rrushe kumbulla. Edi Rama, kryetari i PS-s, uron 34 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Kërcasin pranga, del faksimilja kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci në akuzë 3 javë para zgjedhjeve, ja skema si e fsheu. Opozita shqiptare, Brukseli shqetësuar për ndërhyrje dhe presionet në sistemin juridik, Beleri ja se si u vodhën votat në Greqi. Në gazetën Dita mund të lexoni familjet e mëdha dhe opingat, replik me shkrimin e Uran Butkës, sipas të cilit deformimi soto-moral pas ka ardhur nga goditja e ish familjeve të mëdha nga komunizmi. Avni Rustemi, 13 qershor i 1920-s dhe diçka që nuk u përmend asnjëherë gjatë monizmit. Burrat në të zezë, maska e autokratit. Murtaja Bagtive shfaqet në 4 zona të Shqipërisë, angjitet e njerëzit. Më në brendësi mund të lexoni për shantazh para prak ndaj Odirit. Pse kërcet versioni antimafia i Berishës, denoncim koment. Cila është gjyqtarja të cilën Rama e cilësoi si zhvejkun e sistemit të drejtësisë. Vajzat shqiptare thyen mitin e matematikës. Çfarë duhet të bëjmë për apandesitin nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni fëmijët e braktisur, shteti ul fondet e ushqimit, problematikat e jetimorëve. Gjyqtar me logjik 12 vjeçari duan rritje page 700 euro. Rama kritika të forta sistemit gjyqësor, reagon kushtetuesja. Alarmi për Murtajën, evidentohen 4 vatra aktive në Shqipëri. Listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë. Dokumente origjinale, Murat Meha sjell librin Kufiri i shtetit të Kosovës. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Shqipëria kthim në Beograd për historinë, nga frika e trazirave, UEFA vendos që Serbia të pres kuqezint në kryeqytet. Luhet në 11 tetor te stadiumi i Crvena Zvezdës me kapacitet 51.700 vendesh. E kaluara erët çfarë ndodhi në natën e dhunës që tronditi futbollin evropian. Partizani zyrtarizon Izgandarlin, Ibrahimi Gega ndryshon të kuqt. Martini jep edhe një shans dyshes Bajrami Mensa. Ndreca largohet, uroj të ribëhet Tirana e Madhe. Çalhanoglu drejt largimit e tundon Arabia Saudite. Tuhel kritika Bellingamit nuk po shfaq anën e mirë. Reali dhe Barça marrin 40% të financave. Revolucion te Ferrari, Vasër rrezikon shkarkimin. Atletika, kampionati, Gega dhe Burraj vendosin diktatin.